Të dashur qytetar, sa po dola nga një takim jashtëzakonisht frydëdhënës me përfaqësues të Bundestagut Gjerman, konkretisht me deputet, duke krijuar bashkëpunim për arsimin dhe inteligjencën artificiale, por edhe nevojën e transformimit të institucioneve tona, duke shfrytzuar teknologjinë avancume. Mirë, po posta mora frym jashtë, mesova se është caktu data e zgjedhjeve, 28 dhjetori. Dhe ç'është më shqetësuesja, pas ka filluar zhurma e zakonshme me kush ja pas ka bërë qefin kujt. Pse s'është dashtjet data 21, po 28. Më falni, por a jemi vërtet kundër pjesëmarrjes më të madhe në zgjedhje? A nuk është demokracia ajo që kërkon sa më shumë qytetar në vendimarrje? Dhe një pyetje akoma më e rëndësishme. Pse jeni kaq kundër mërgjimtarëve? Kaq kundër mërgjimtarëve tanë që votojnë për vendin e tyre? Kur mërgata sjell para në ekonomi, janë të mirë. Kur dërgon remitenca, janë të mirë. Kur dhanë gjithçka në luftën çlirimtare, ishin të mirë. Kur lanë familjet, jetën, punën dhe u kthyen për të mbrojtur Kosovën, ishin të mirë. Kur paguan fondin vendlindja thërret dhe 3% dhe shumë fonde të tjera, ishin të mirë. Edhe pse ende sot nuk dihet ku kanë përfunduar ato fonde. Ama kur kërkojmë të drejtën, e tyre më elementare, të drejtën për të votuar, papritmas pas kanë problem. Papritmas pengojnë, papritmas zduhen. E aty dalin fytyrat e vërteta të disave. Frika nga vota e lirë, frika nga pjesëmarrja, frika nga zëri i popullit. Turpi ju mbuloft. Mos e harroni kur një gjë. Kosova ka kaluar në për shumë tradhtar, shumë mercenar, shumë mashtrues, por Kosova gjithmonë e ka triumfuar në drejtësi, edhe kur ajo drejtësi është vonuar. Kësaj radhe, drejtësia do të vijë me votë, me qytetar, me mërgatën tonë, me këdo që e do këtë vend pa llogari dhe pa frikë. Shihemi në zgjedhje.